Si kaloni miqtë mi më të mirë? Unë jam në super formë, sepse vera është në fillimet e saj dhe unë jam i lumtur pa fund. Kam shumë lule në lëndinë, natyra ka nisur vrapin e jetës dhe çdo gjë më duket më bukur. Ja, më shikoni, dhe këtu kam vendosur një lule. Kurse unë të dashur fëmijë, po shijoj rrezet e diellit atje tek mali ku ne jetojmë. Kam nisur të lexoj libra të rinj dhe kam dëshirë që herën tjetër t'ja u tregoj edhe juve një histori shumë të bukur. Ejani të një. Përshëndetje. Përshëndetje. Si ke emrin? Konstantin. Konstantin? Po. Të bëj një pyetje? Po. Do kishe dëshirë ti të vije një shëtitje në pyllin tonë? Po. Po mirë, më thuaj, cila është gjëja e parë që ti do bëj aty? Dhe luaja me ju. Sa bukur të kënaqemi, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje bukurose. Përshëndetje. Më thuaj si të quajnë? Noemi. Noemi, çfarë të pëlqen ty më shumë? Të cesh, të këndosh, të kërcoj. Sa bukur. Po lënda jote e preferuar në shkollë? Lënda ime e preferuar në shkollë është matematika. Matematika, ti duhet të jesh shumë e zgjuar atëherë. Po ti koloput si të quajnë? Elio. Elio, ta gëzosh sa emri bukur. Faleminderit. Elio, ty të pëlqejnë më shumë pushimet në det apo në mal? Në det. Në det, po pse? Sepse atje natoj. Sa bukur. Sa bukur. Po unë shkreti që nuk do se më laget gëzofi. Mos sa mjalt. Seriozisht e ke tani? Mirë të tha, shumë mirë të tha. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje bukurose. Përshëndetje, më thuaj, si të quajnë? Amelia, e dëgjove çfarë tha Elioja? Po. Mos sa mjalt tha. I ka mend ai apo? Jo, në fakt shumë mirë i tha. Amelia, më ke sjell mjalt? Jo. Sa mirë ta ka thënë. Amelia. Herën tjetër. Faleminderit, do më sjellë herën tjetër. Amelia, ti luan me ndonjë sport? Po. Ha më thuaj pak? Volleyball. Sa bukur. Do luajmë bashkë kur të mbarojmë emisionin? Po, me siguri do luajmë. Po. Amani do fitojmë. Po. Faleminderit, mirupafshim. Pa më thuaj pak, nga cila shkollë vjen? Nga Stravi Semeli. Cila klasë? Në klasën e 3. Me kë mësuese? Me Fabiolën. Si të quajnë? Rajan. Ragzosh. Faleminderit. Rajan, më thuaj çfarë të pëlqen ty më shumë? Futbolli. Po. Do luajmë pastaj futboll. Pa më thuaj të lutem, cila lëndë të pëlqen më shumë në shkollë? Matematika. Matematika edhe ti? Po. Ua, sa të zgjuar që nga fëmijë. Se mua më koka me matematikën. Rajan, po lojtari ti preferuar i futbollit? Cili është? Ronaldo. Ronaldo. Mua pëlqen Messi. Le të pëlqej. Mirupafshim, të fala Ronaldos. Mirupafshim. Përshëndetje. O pumbi. Përshëndetje. Që vajza më duket më ka sjell mjalt se po buzëqeshën. Mos vaj si të quaj. Mua më quajnë Dea. Dea, i ke sjell mjalt pimbit? Jo. Sa gjunat. Po mirë të bluzën, do ma japësh mua si shikota të bukur e ke, të lutem. Me xixa. Po Një mirë. xhiro. Po mirë. Unë mora një bluzë, ti s'mora asgjë. Më thua çfarë të pëlqen ty më shumë? Më pëlqen të kërcej shumë. Çfarë të kërcesh? Kërcej me latine. Latine. Sa bukur. Do më mësosh dhe mua? Mirë. Do na bësh pastaj një viu. Një performancë. Faleminderit, mirupafshim. Me si po pres, mirupafshim. Përshëndetje. Si të quajnë? Ajli Kokoshi. Ajli, cila është lënda jote preferuar në shkollë? Matematika. Wow, Pimbi, të thash sa të zgjuar janë këta fëmijë, gjithë shokët tim. Po më thuaj pak, ajo bluza aty çfarë shkruan? Nuk e di. A ke ëndra ti? Po kam. Sa bukur, më thuaj një ëndër që ke. Që të bëjmë futbollisti më i mirë në botë. Në botë, po pas meje. Në rregull. Mirë, në Jo, rregull. nuk është e vërtet. Jo. Ajli dojt më i miri. Mirupafshim, më në fund erdhi një me qypin me mjaltë. Po ja ta pyesi mirë ta ka sjell apo jo? Jo. Sa mishir. Ardis. Po për vete, a mjaltë? Po. Pa më thuaj tani, çfarë të pëlqen ty më shumë?
Të luaj futboll. Futbollet e ti. O, mbas volejbollit, do luajmë edhe futboll bashkë. Artis, po punë shtëpi e bën ti, i ndihmon prindrit? Po, i ndihmoj. Po Çfarë një punë që bën për shembull? Të laj gotat dhe La emrat. nenës. Pa i thyer. Pa i thyer. Pa i thyer sigurisht. Të lutem pas emisionit do vishte më ndihmosh dhe mua në punë të shtëpisë. Po. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë të shtunë të 21 marsit, jemi afër fundit, një javë në nda nga fundi muajit mars, edhe do të hymë në një muaj shumë të bukur në muajin prill. Gjithsesi, më lejoni që të uroj të gjithë besimtarëve musliman gëzuar festën e Bajramit, e cila ka qenë ditën e djeshme, dhe uroj t'ja keni kaluar sa më bukur në familjet tuaja. Përshëndetje Pimbi Pumbi. Përshëndetje. Përshëndetje Tea. Gëzuar. Po, përshëndetje fëmijë, mirë se keni ardhur në studio. Më lejoni të prezantoj nxënësit e klasës së tretë në shkollën Stavri Themeli me mësuese Fabiola Trebicka. Është gjysma tjetër e klasës, siç ja u kemi thënë dhe herën e parë. Janë nxënësit e tjerë të klasës, por janë shumë të mirë, shumë shëmbullor, shumë të qetë dhe mbi të gjitha kanë ardhur super të përgatitur. Ju uroj mirëseardhjen të gjithëve dhe unë Tea. Përshëndetje Pimbi dhe Pumbi. Përshëndetje Tea. Ju uroj gjithashtu mirëseardhjen të gjithëve ju miq që jeni këtu në studio. Por mbi të gjitha dhe ju që çdo të shtunë qëndroni përpara ekranit të RTS Korçës dhe na ndiqni. Pimbi e tha shumë mirë që Stina e Pranverës ka sjell një tjetër gjallëri për të gjithë ne. Por ne në shkollë kemi nisur sezonin e provimeve të semestrit të dytë dhe duhet të përgatitemi shumë. O, Tea, e prishe fare muhabetin tani. Ishe mirë deri tek Pranvera, ç'na i kujton provimet e ti? Po dhe ato janë një pjesë e rëndësishme të ditës sonë për secilin prej nesh. Ke të drejtë më shoqe, ne shkojmë në shkollë, të mësojmë dhe testimet janë një kontroll për njohurit tona. Okej, le të pyesim fëmijët se si ndjen kur ata bëjnë testimet, ose keni frikë ju fëmijë kur bëni testim? Kam shumë. Kush do të përgjigjet nga ju? Kush do të shikon? përgjigjet? Merreni mikrofonin. Kush do të përgjigjet për testimet? Ja, japi mikrofonin Bukuroshes këtu. Bukuroshe, si ndjesh ti kur bën testin? Unë ndjem emocionuar. Por normale që je përgatitur. Na tregon unë jam diçka, keni gjithmonë. dhënë testime deri tani? Po, kemi dhënë 2. Cilat testime? Të gjuhës dhe të matematikës. Lëndët kryesore, po. Ku mendon se ke dalë më mirë? Në gjuhë, Bravo, të lumt. Dikush tjetër i ka frikë testimet? Po, ja, një sekondë ka ja japim. I ka frikë testimet? Jo, sepse është një gjendje mundet t'u jap një gjendje ankth, një gjendje stresi fëmijëve, por duke ditur që janë në klasën e tretë dhe mësueset me dashamirësinë e tyre më të madhe, i bëjnë provimet shumë të thjeshta. Si ishin testet e matematikës dhe të gjuhës? Na trego pak, të thjeshta apo mesatare? testet e matematikës edhe të gjuhës ishin të thjeshta. Të lumë, do të thotë që ti ke mësuar. Ka mësuar dhe i duken. Në rregull. Kë bëre më shpejt, kë mbarove më shpejt nga testimet gjuhë apo Matematikës. matematikës? Kush Sa të duk më bukur. i vështirë? I gjuhës. I gjuhës, pra kemi të kundërshtën. Po ti Pimbi dhe Pumbi keni dhënë ndonjë provim deri tani? Unë U kuptua kush ka dhënë provimet. më duket se kam dhënë. Më A? duket, po ti Si thoni ju, ka dalë mirë në provime ai? Jo, Jo. sepse nuk mëson. Po mësues jam gaxhan mua. Po ti Pumbi ke dhënë ndonjë provim deri tani? Po, deri tani, unë kam dhënë gjuhën matematikën dhe lëndën e dytë anglishten. Sa Shumë bukur. Ku dole më mirë apo besoj se në të gjitha? Po tani unë kisha studiuar dhe besoj se në të gjitha kam dalë shumë mirë. Ju bëni dhe anglisht dhe frëngjisht apo vetëm anglisht në shkollë? Të dyja. Cila është më e vështirë për ju? Frëngjisht. Frëngjishta, dëgjoj, se ndoshta është dhe viti i parë që po bëni frëngjisht, sepse anglishtën e keni nisur që në klasën e parë. Kështu që avash do mësoni dhe me frëngjishtën, sepse është një lëndë shumë e bukur. Ju bëj një pyetje. Ngrini dorën, sa e pëlqeni frëngjishten këtu? Sa vete frëngjishtë? Të gjithë e pëlqen, gjithë klasa e pëlqen, çfarë ke? Po më thoni si i thon Pimbit në frëngjisht. Pimbi po ta them dhe po ta përsërit. Emrat janë në të gjitha gjuhët janë njësoj. Mirë, më thoni një fjalë frëngjisht. Një fjalë. Bonjour. Përshëndetje po të thonë. Në rregull. Atëherë, sot ne tham që është 21 marsi dhe data 21 mars përkon me disa ditë të veçanta. Për shembull, 21 marsi është një ditë e veçantë për disa arsye. Për shembull, është dita botërore e poezisë. Ju pëlqen poezia, ju pëlqen leximi? Ose po. Po, dhe kjo klasë ka ardhur me një projekt shumë të veçantë, të cilin do të na e tregojnë ai çuni atje me bluzë të bardhë, më duket.
Po, në rregull. Por, mbi të gjitha, 21 marsi është dita e parë e stinës së pranverës. Do me thënë, dita barazohet me natën. Dita është 12 orë e 7 minuta dhe ajo fillon të marë, duke nisur nga data 22 mars, nga 1 minutë deri më 22 qershor, ditën e ekuinoksit. Sot pra barazohet dita me natën. Jemi zyrtarisht në stinën e pranverës, dita numër 1 sot. Sa bukur! Po kjo të thotë që ne mund të luajmë jashtë deri në orën 6 për shembull, se nuk është 6, më pas kalon 6:05, 6:10, me ditë të veçanta, derisa të kalojmë deri në orën 8:30, ndoshta edhe 21, deri në orën 9 ka raste që ka pak ditë. O, mamë tjetër atere. E di që t'i fle. Po për shembull sot në datën 21 mars është dhe një ditë e veçantë për gjithë fëmijët të cilët kanë sindromën Down. Është dita e tyre. Por ne sot do të flasim përveç librit që përkon me ditën e poezisë, por jo poezisë, sepse ndoshta këta janë të vegjël, por do të flasim për një projekt shumë të bukur në lidhje me librin që kanë fëmijët. Unë dua t'ju kujtoj dhe që nesër në datën 22 mars shënohet dita botërore e ujit. Dhe ju siç e shihni, kamera mund ta fokusoj që ne në tavolinë, ma mbaj pak të lutem Tea, ne në tavolinë kemi disa fletë shumë të bukura, të cilat tregojnë për ujin. Ja pra ku janë. Në fletën e dytë kemi tokën të pastër dhe një tokë të ndotur. Fëmijët do të na i tregojnë njëri pas tjetrit të gjithë projektin e tyre. O Jonida, Urdhëro. o fëmijë, a e dini sa shumë bredhin në përmal për të gjetur pak ujë, sa shumë e vështirë. Vetëm disa burime që kemi mësuar për mendësh i dim që shkojnë. Po, atëherë mikrofonin kush e ka nga ju? Atëherë, më fol pak për ujin të lutem, dhe më pas do flas shoku për librin. Më trego pak për ujin, shohim te kamera drejt, rrotullojmë kështu bukur, shohim drejt te kamera me llam të kuqe dhe më trego pak përse është e rëndësishme uji në jetën tonë. Uji është e rëndësishme në jetën tonë sepse pa ujë nuk ka jetë, sepse bimët, kafshët dhe njerëzit duan ujë. Patjetër. Si e mbron ti ujin? Çfarë bën që të mos e shpërdorojmë? Që të mos e shpërdorojmë. Dushin nuk duhet ta hapim deri në fund në mënyrë që të kursejmë. Kur lajm dhëmbët ato çesmë në lavaman nuk duhet ta hapim deri në fund, por të kemi një ujë të hapur, po. Ujë të rrjedhur, por jo me sasi që të shkojë dëm. Tjetër, ujin e shiut, për ata që janë në zonat rurale mundet ta mbledhin dhe më pas ta kenë për vaditje ose për diçka tjetër, ndoshta edhe për të larë oborin. Po, ne i përdorim shumë këtë metodë në mal. Po, ma trego pak Pumbi, si e përdorni ju? Ne grumbullojmë ujin e shiut, pra nxjerrim kova të ndryshme kur ka reshi dhe me ato ujë isim dhe vadisim gjithë zonat e gjelbra që kemi andej. Po Pimbi të ndihmon apo e bën të gjithën vetë? Po. Po, normal është i fuqishëm, ai kush do t'i ngrej kova? Unë kam vend disa kova të tjera poshtë kovave që e filtrojmë ujin për të pirë. Po, sa mirë të lumt. Po, Pimbi e di çfarë bën o fëmijë? I merr ato kovat, i zbret të poshtë në rrezë e malit dhe pse vjen ajo kova gjysmë, unë nuk e kuptoj. Pse vjen kova gjysmë, si thoni ju? Çfarë bën Pimbi rrugës? E pi ose e del? E pi ose e del, një nga të dyja. Me shumë mundësi kjo e dita. Ja japi mikrofonin shoqes dhe më trego pak kjo është e jotja apo jo? Po. Atëherë. Për çfarë flet kjo që ke bërë? Unë po e tregoj dhe ti ma analizo të gjithën. Shiko sa pikturë e bukur. Për çfarë? Uji është burimi i jetës dhe pasuria më e madhe e natyrës. Për çfarë flet? Çfarë tregon kjo foto? Mund të na i tregosh pak? Kjo foto tregon për cilësinë e ujit dhe sa e rëndësishme është. Për ty sa i rëndësishëm është uji? Është shumë i rëndësishëm. Po. Kemi disa shprehje, më duket. Atëherë na i lexo pak shprehje të lutem. Çdo pikë uji ka vlerën. Po. Mos e ndot. Lexoj të gjitha. Të gjitha këto me ruaje ujin sot që të jetosh nesër. Ruaje ujin sot që të jetosh nesër. Po. Të ta bëj një pyetje? Pa ujë nuk ka jetë. Ja një sekond. Pa mjedis të pastër nuk ka të ardhme. Po, uji është burimi i jetës dhe pasuria më e madhe e natyrës. Vazhdojmë lexojmë këtu. Mos e ndot ujin sepse ai është jeta. Vazhdo tjetrën. Dhe tjetra? Mbrojtja e mjedisit fillon nga secili prej nesh. Pumbi, ka një pyetje për ty e dashur. Dëgjojmë pak Pumbin. Forca Pumbi. Po, unë do ta pyesja, di ti faktorët që e ndotin ujin? Kush e ndot ujin? Faktorët.
E do t'jenë shumë. Për Qizhet shembull, e baltë. Edhe mbeturina. mbeturina që ka kafshët ujore të ngordhin. Po, do më thënë duhet të mbajmë pastër lumenjt, detet, liqenet, oqeanet. Apo jo. Tjetër, nuk duhet të hedhin mbeturina ku ka burime ujë, siç është për shembull ambienti ku jeton pimbi dhe pumbi, tek zona e Bozdovecit, kështu që nuk duhet të ndotim burimet natyrore që janë atje. Faleminderit. Po, Për tjetër. shembull ti bukuroshe çfarë bën në plazh kur shkon? E ndot ujin? Jo, në asnjë mënyrë. Shumë mirë, bukur. të lumt. Ja japim pak mikrofonin shokut, më trego diçka të lutem. Çfarë bën ti për të kursyer ujin? Una fjeshta e mbyllur çezmën shpejt. E mbyllësh Tjetër? E ruajnë edhe ujin. E ruan dhe ujin. Shumë bukur. Atëherë, Po edhe një këtu. mesazh kemi që duhet t'ja themi shokëve për ujin që nuk duhet ta ndotim. Ruaje ujin, ruaje jetën. Po. Ky është dhe një mesazh shumë i bukur. Të lutem, mundet të më flasësh pak për projektin e bukur që ju keni, sepse tham që është dhe dita e poezisë, por ne do të flasim për një projekt të bukur mbi përrallat. Si titulloi projekti? Bota e prallave në librin ton. Unë sa më pëlqejnë në prallat. Shojmë drejt e kamera. Mund Më na fol flasë pak. Dhe mua më qenë shumë aventurat. Unë me projektin ndjeva i lumtur me prallat që na jep mësuese Fabiola. Lexon shumë libra, ke lexuar libra me pralla? Po kam lexuar. Cili është pralla jote preferuar? Pralla ime preferuar është Ditari i Gregut. Ditari i Gregut. Besoj se atë libër ke analizuar apo jo? Atë libër ke bërë analizë. Përse të pëlqen kaq shumë se kanë ardhur shumë fëmijë në studio dhe po ta mbani mend, pjesa më e madhe e fëmijëve kanë thënë Gjysha Gango dhe Ditari i Gregut. Po. Çfarë kanë të veçantë këta dy libra? Çfarë kanë të veçantë? Ditari i Gregut, për shembull, çfarë të veçantë ka? Të veçantë ka që Gregu është shumë dështak. Oh, është dështak. Po në Është fund pak çfarë bën ai? shesharak. Në fund çfarë bën Gregu? Në fund Gregu sillet mirë. Të lumt. Ja japi mikrofonin edhe një herë shoqes. E dashur, ti ishe pjesë e projektit apo jo? Po. Më thuaj pak për librin që ti ke bërë analizë, që ke përcjellë në projekt. Shohim drejt e kamera. Cila ishte puna jote në këtë projekt? Që të analizoja personazhet. Më tregoj një personazh që ke analizuar dhe të ka pëlqyer kaq shumë. Cili është personazhi? Kë ke bërë? Jo, Jo, është pumbi. Jo, një sekond. Ju të dytë nuk keni bërë ende personazh librash kur të bëheni, ndoshta fëmijët do t'ju analizojnë. Cili është personazhi që të personazh? pëlqeu më shumë? Kë ke analizuar ti tek projekti? Unë ka analizuar Lizën. Liza në botën e çuditërave. Përse të pëlqen kaq shumë Liza në botën e çuditërave? Sepse ka shumë gjëra të bukura që ndodhin Aventura, në po. jetën e saj. Shumë bukur. Në rregull, shumë mirë. Ja japi mikrofonin shokut. Zemra, po ti kë ke analizuar? Ose cila ishte puna jote në projekt? Në projekt puna ime ishte që të tregoja ngjarjen, si ka ndodhur ngjarja. Kë ngjarje ke treguar ti? Për një prallë që titulloi Luani që mësoj të dëgjoja. Do na i tregosh pak Po na i të trego ngjarjen pak që se ndodh në ajo prallë? çfarë ndodh atje? Shkurtimisht, të shkurt fare, çfarë ndodh? Luani ishte shumë mendje madh? Jo, një ditë fylli u përfshi në një studia bari shumë dhe më të mëdha. Po. Ajo bllokoi rrugën kafshëve për të liçeni. Luan Nardi ishte kryenës dhe tha se do e zgjidhte vetë problemin dhe nuk i kërkonte ndihmë askujt. Por forca e tij nuk ishte mjaftueshëm. Bashka Mira, me qetësinë e saj, foli me Luan Nardin dhe vendosën që të bashkëpunonin, sepse secila prej kafshëve kishte një aftësi të ndryshme. Dhe kështu ndodhi. Dhe të gjithë bashkë, domethënë bashkimi bëri fuqinë, e zgjidhën të gjithë bashkë dhe më në fund Luani u mbind apo jo? Po, Të lumt. Ja japi mikrofonin shokut. Më trego pak rëndësinë e ujit, sepse ju keni bërë dhe fletë shumë të bukura. Këtë pikturën kush e ka? E ke ti, këto i keni ju apo jo? Këto kush i ka? I ka shoku juaj. Atëherë, më fol pak të lutem për rëndësinë e ujit, ose më saktë, ti në familjen tënde apo në jetën tënde të përditshme, në përditshmërinë tënde, çfarë bën
për të ruajtur dhe mos se shpërdorosh ujin kot. Çfarë bën ti zemër? Nana ime Po. shkon në banjë, edhe kur lanë duart ose sytë, e le gjithko të qesë më napur edhe uj nuk shpërdorohet. Nuk e le hapur, Po ti po e çfarë hap bën pak. që i thuan nënës ti për shembull që nuk duhet ta lejmë në rubinetin hapur? Jo, unë vete në banjë edhe shikoj që nana ime le qelë napur, edhe i the mami që mami, nana e kalon qesë më napur. Po në mënyrë që ta mbyllim më pas apo jo. E mbyllim pas? Po. Të lumë. Tjetër, çfarë bën ti Për ujin, po. për ujin për shembull? Kur shkon në plazh, të gjithë shkojnë në plazh apo jo? Hidhin mbeturina në det? Jo. Çfarë ndodh në rast se deti apo lumi sjell shumë mbeturina, sepse ju e dini që të gjithë lumenjt derdhen në det apo jo? Pasojat. Cilat Çfarë janë? pasoja mund të ketë po të ndotim lumin dhe detin? A do të lahemi dot në det? Jo. Tjetër? Cilat janë pasojat? Për shembull, kafshët ujore Kafshët nuk duhet të pinoj në liçen të ndotur, po. të ndotur. Po, do me thënë, duhet i ruajmë kafshët, shumë mirë. Po, më trego dhe pak, me qënë se jemi tek ty, më trego dhe pak për projektin e prallës. Cila ishte pralla që zgjodhe ti për analizë në këtë projekt? Pasqyra e përmbysur. Po çfarë tregon ky pasqyrë? Pimbi pumbi, e Kjo më dini ju duket këtë? shumë interesante. Shumë interesante, Si që është nga kjo titulli. pasqyra e përmbysur? Çfarë bënte për pasqyra e përmbysur? Një djalë Po? të gjetur një pasqyrë, edhe ajo ishte përmbysur. I shikonte të gjitha gjërat përmbys apo jo? Po. Po, në rregull, ky është kuptimi, jo e O, sa përmbysur. bukur, sikur kam I shikte mbaruar gjërat vertikalen. përmbys. Po, ta imagjinojmë ta shikojmë pimbin kok poshtë apo jo? Po. Në rregull, po, shumë mirë. Dhe më pas çfarë ndodhi? Djali e ngriti pasqyrën edhe e vuri atje ku duheshe. Bravo, të lumë. Ja japi mikrofonin vajzës e cila, Amelia, e cila na ka pikturuar botën, gjysmën e globit, dhe mbi gjysmën e globit ka mbjell një lule. Duam dhe ne ta shikojmë. Na trego pak për Ja, këtë një pikturë. sekond, ja u tregojmë gjithë fëmijëve që po na shohin nga ekrani rreth të Korçës. Edhe tani do t'ja u tregoj ju të dyve. Urdhëroni, shiko sa. Na trego pak. O, sa e bukur. Çfarë flet kjo piktura? Kjo pikturë fletë për botën, edhe për ujin. Më trego pak, edhe ti si shokët e tu, sa e rëndësishme është uji në jetën tonë. Është shumë e rëndësishme. Po? Çfarë bën ti për të mbrojtur ujin? Unë kur lahem, para se të lahem, që të vi uji ngrohtë nuk e lej shumë, por e lej vetëm pak dhe pastaj ngrohet uji. Që Shumë bukur. Shumë Pra mirë. nuk e shpërdoro. po, Nuk e shpërdorojmë, po, tjetër. kur laj dhëmbët e mbyll çezmën, pastaj e hap prap. E ha pra për të Po, shplar, shumë po, bukur. të lumt. Po çfarë bën ti për të mos e ndotur ujin? Për të mos e Ndotur. ndotur uji, unë nuk e mbeturina. Shumë mirë, të lumt, ndoshta vajzat. T'ju ndoshta tregoj vajzat një janë pak rast? më të kujdesshme apo jo? Patjetër, Kush është më të kujdesshme? Kush janë më të kujdesshme, vajzat apo djemt? Vajzat mendoj unë. Djemt. Vajzat. Dominojnë, kemi më shumë djemt se Pimbi, sa pimbi. vajza. Po, më thuaj pak pumbi, çfarë ishte kjo që do tregoje? Po do t'regoja një histori të vogël të këtij shokut ton Pimbit. Po, shpejt, Pimbi që të kursej ujin nuk i lan dhëmbët. E, o dhe ti, mja e tregove këtë. Si thon ju fëmi, vepron mirë apo gabim? Gabim! Po. Njihni keq, ju ndonjë shok, ndonjë shoqe që përton të lajë dhëmbët në mëngjes? Po si të del gjumi pa larë Mos i tregoni sekrete, se ngritën dorën të gjithë. Unë ju bëj pyetje provokuese, po këta janë fëmijë të gjithë ngren dorën. Ua, mirë po i dimi historitë. Dëgjoj mua, kur të mbyllim kamerën, do mi tregoni pak nga pak të gjitha, dakor, se ne bëjmë dhe thashë theme pas Edhe emisionit. ne, na tregoni se nuk e themi njeriu. Pas emisionit, nuk do do ta e themi themi. kështu apo jo? Po, Atëherë, më trego dhe pak për librin. Sa e rëndësishme është që fëmijët të lexojnë? është shumë e rëndësishme që fëmijët të lexojnë. Sepse? Sepse nga librat fëmijët mësojnë. Për shembull, Libri jo t'i preferuar? Poliana. Poliana. Juliana më Po, pëlqen sepse mua. Edhe unë kam lexuar. sepse tezja e saj nuk e deshte ata. Dhe nuk ishte mirënjohëse për të. Nuk ishte mirënjohëse. Oh. Të të bëj një pyetje? Po, Ti i ngjason Polianës? po. po, Po, a? pak the. Pak. Në rregull, ja japi mikrofonin.
Bjondit, i cili na ka sjell. Kjo është e jotja, besoj apo? Po. Kjo më duket se është Hirushja apo jo? Ja, Po kush është kjo? është vajza me fustanin e yjeve. Vajza me fustanin e yjeve. Po, Është një përrallë apo? Lloj prallash po dëgjojmë ne Po, këtu, unë e kam sinqerisht. parë të përrallë, vërtet është shumë e bukur. Ma trego pak prallën se më bëri, do me në ky është fustani me yje apo jo? po, Është fiksi qelli me yje. Po se më ngjau kjo si borbardha. Ua, dua dhe unë një fustan të Tu aty. është me gjyshen e saj, kurse aty është A është me princin dhe edhe kjo me magji shndrohet apo jo? Na trego Ma pak për trego këtë pak prallë. prallën. pralla është titullohet vajza me fustanin e yjeve. Pralla flet për një vajzë dhe për një djale e cila nuk ishte një fustan që të shkonte në ballo dhe një gjyshe e cila ishte e sinqerte erdhi atje dhe i tha që i dha një fustan që ta vishte për në ballo dhe ajo e veshi dhe e paralajmërovi që në orën 12 duhet të ishte kthehur sepse magjia do të prisheshej. Kjo është i përralla e Hirushës. Po prandaj thash Hirushja, po që nga një version tjetër me fustani plot me yje. Dhe si përfundim, çfarë ndodhi? Princi e gjeti pas shumë kohësh? Po, Dhe kjo gjyshja ishte një zan apo jo? po. Gjyshja ishte zan, sa bukur. Sigurt ishte vërtet. Po më bëni kurioze ta shoh. Pumbi do ta shohim bashkë këtë prallën apo më saktë do ta lexojmë bashkë? Po patjetër ta Unë them se na lexojmë. lexoj Lexojnë Pimbi. në Namona për Sa do ta thoja te Unë them- do ta lexoj Pimbi, Po. këtë ide kam dhe unë, apo jo Pumbi? Unë kisha idenë ta lexonte në Namona. Po, Jo, në Namona do të lexoj pralla të tjera. Po. Në Namona ka prallat shqiptare, kjo besoj se nuk është prallë shqiptare apo jo? Po. Në rregull. po dakord, ashtu e lem do ta lexoj Pimbi. Po ta lexoj Pimbi. Po ju do vini të gjitha dëgjoni prallën e Pimbit? Pimbi thotë se do ta Po. dëgjoj. Atëherë, më trego pak të lutem të flasësh dhe ti për rëndësinë e ujit, sepse është shumë mirë kur fëmijët mësohen që në fillim me edukatën të kursimit në thonjza, sepse uji patjetër duhet ta kursejmë për të patur ujë për një kohë dhe për një periudhë shumë vjeçare. Por mbi të gjitha fëmijët duhet të kenë atë idenë që çdo gjë duhet ta ruajmë, ta mirëmbajmë dhe të kemi kujdes për to. Prandaj, një nga gjërat më të rëndësishme pa të cilën njeriu nuk mund të jetojë dot është uji. Sa e rëndësishme është që fëmijët të tregojnë kujdes për ujin, dashur. Po. Shumë mirë është që ta kursejnë ujin, ta kursejnë që kohën Më të madhe. Kohë më pas. kohën më pas ta pinë. Po, Në shumë. rregull. Çfarë bën ti shumë për të mirë. kursyer ujin? Nuk e hap shpesh çezmën dhe nuk e shpërdoroj shumë. Shumë. E keni ju atë zakonin për shkakun që kur ju pjet ujë shkoni lavaman, i hapni çezmën e mbushni Derisa gotën të plot, ftohet, jo. po. E mbushni, e lini atë 20 sekondë që të shplahet tubi siç thon. Pas e mbushni gotën me ujë, pini pak dhe tjetën e dertni. E bëni kështu? Jo. Jo. Po dhe jo. Po dhe jo. Kush e bën e bën. Kush e bën se bën, se ka dhe po dhe jo. Në rregull, pra nuk duhet ta bëjmë ashtu, atë gotë mund ta lëm ta konsumojmë dhe pak më vonë ose ta mbushim, aq sa është e nevojshme për trupin ton, Po apo jo? jo? Do të bëj një pyetje Po, kujt, mua apo fëmijëve? fëmijëve. A, dhe thaste mua. A ka pinë ndonjëri ujë burimi? Ujë Po, burimi. Uji unë. burimit është më i freskët dhe më. Po ndonjë ujëvar kush ka parë? Ujvar, keni parë ujvara? Ndoshta kanë parë Po. në televizor ose diku. Në të vërtetë. Ja ta tregoj pak vajza, sa e bukur ishte ujvara dhe Ku e ke parë? Unë jetoj në një fshat dhe është një ujvar shumë e madhe dhe ishte shumë e bukur. Ku? Po Në ma cili trego fshat? pak, në ç'vend që ta shohim dhe ne? Në Neviqisht. Në Neviqisht. Oh, sa bukur. Po. Ja japi mikrofonin shokut. Edhe ti ke parë ti shohim ujvar. drejt. Unë e kam parë në Viskuq në Makër se kur kam Po, në Makërs ke të drejt. Të lumt. Të Po ka ju të dy, pëlqyer ujvara? keni parë ujvara? Po, në mes ujvarave jemi. Në mes ujvarave. Po mirë, në gjithë qarkun e Korçës burimi i ujit të pastër, mi ftohtë ku është? Unë kam marrë në disa burime në malin e Moravës. Dhe mua mu duk ujë mi ftohtë në burimin dashurisë. Kurse unë pse kam idenë që mi ftohti më duket i Bozdovecit Në te Bozdovec. Gryka e Ariut?
Edhe atje. Ja japi mikrofonin Konstantinit, i cili ka një pikturë shumë të bukur, Save Water, të shpëtojmë ujin, mbrojmë ujin, mbrojmë jetën. Save Water, po. Shikojeni pak pikturën e Konstantinit? Për çfarë flet kjo pikturë? Ne e kuptuam pak, por na trego pak më shumë. Na trego për të gjithë shokët e tu, Konstantin. Ajo flet për të kursyer ujin. Për të kursyer ujin, sa e rëndësishme është ta kursejmë? Shumë. Çfarë bën ti që të kursesh ujin ose të mos e ndotim ujin? Nuk ka çemzën shumë shpejt. Nuk e hap çezmën shumë shpejt, domethënë me shumë presion që të dalë shumë ujë. Në rregull. Tjetër, po uji i shiut duhet mbledhur në disa raste? Jo. Pra Konstantin duhet ta mësosh që uji i shiut mundet të mblidhet dhe me atë mundet ta konsumojmë për gjëra të tjera. Konstantin, libri që ti bëre në projekt, cili ishte? Cila prallë? Burimi magjik. Për çfarë flet një burim? Çfarë ka ky burimi kaq të veçantë që është magjik? Flet për një vajzë që kërkonte burimin magjik. Po përse i donte ajo? Çfarë kishte të veçantë burimi? Çfarë i bënte asaj vajze? Se ishte tharë toka. Dhe ajo e donte ujin për të ujitur tokën. As kur të kishte ndonjë burim mjalti. Ja ku e ka mendim Pimbi. Ja japi mikrofonin Noemit. Noemi, edhe ti ke një të pikturë si shoqja jote në fillim. Ja pra, është e njëjta pikturë se si të mbrojmë ujin. Shprejet e disa. Noemi, më trego pak të lutem, kur flasim për ujin, çfarë të vjen ndërmend ty? Mua më vjen ndërmend ta kursejmë ujin. Po ti çfarë bën që të mos e ndotim ujin? Që të mos e ndotim ujin, unë nuk hedh plera. Po, tjetër. Nuk e le shumë shpesh ujin të rjev. Po mirë, me qënë se ti je e fundit nga fëmijët, më thuaj një mesazh shumë të bukur për të gjithë ata që na ndjekin, që ne të mos e ndotim ose të mos e shpërdorojmë ujin. Ruaje ujin sot të jetosh nesër. Të lumë, çdo pikë uji. Ne duam tjetjesh. Bravo, të lumë Noemi. Jonida mund të bëj një pyetje. Po, Noemi ka një pyetje Pimbi për ty. E kam për të gjithë fëmijët. Po, mikrofonin e ka Noemi, le ti përgjigjet Noemi. Zakonisht, kur mbaron shkolla, ka shumë ngrohtë, bëjmë dhe luajmë edhe me ujë. Ura! Sa kënaqemi! Dëgjoj, atëherë i bie kështu, ujin që fëmijët e kursejnë gjatë gjithë vitit e lëshojnë njerëz në lojrat me ujë apo jo. Noemi ti luan këtë lojë? Po, e luaj. Ne luajmë në Shatrivan ose në lumë. E mirë, ju e keni ujin bio atje, kurse në qytet duhet ta paguash, Pimbi. Noemi, libri jot të cilin e analizove. Cili është përralla që ti analizove? Misteri i qytetit të humbur. Misteri i qytetit të humbur. Ma trego pak mua të misteri, jam shumë kurioze ta di. Ishte një djalë i cili quhej Ilir. Ai ishte kurios ta dinte se çfarë fshihej në qytetin e humbur. Ai kaloi shumë sfida të mëdha, duke kaluar rumende të ftohtë, pynq të pyetje të humbur. Dhe më në fund të gjeti qytetin të humbur. Ai gjeti atë pasuri të mëdha, por ai nuk mori asnjë pasuri. Ai deshte vetëm të mësonte me të tjerët. Sa bukur, nuk i interesoi pasuria materiale, i interesoi ajo shpirtërore që ai u kënaq, që më në fund gjeti qytetin e humbur apo jo. Edhe unë po ta gjej atë qytet, nuk do merr asgjë tjetër përveç mjaltit. Po, përveç mjaltit, atë e dim, na i ke thënë që në mëngjes. Lexoni shumë libra ju apo vetëm këtë që lexuar për projektin dhe e mbyllët? Po. Një libër që ju ka bërë përshtypje shumë. Noemi, libri që të ka bërë përshtypje shumë. Cili është libri i preferuar? Ditari i Gregut. Ditari i Gregut. Ja japim Konstantinit, një titull libri që të ka pëlqyer shumë, vetëm titullin, shpejt. Libri jot i preferuar? Matematika. Nese, nuk po na kujtohet për momentin me Konstantinit. Ja kaloj mikrofonin shokut. Librin, shpejt. Peter Pani. Peter Pani, djali që nuk do të rritej kur. Amelia. Koni dhe festa e çmendur e shkollës. Oho, sa libra të bukur. Forca. Edhe unë Peter Pani. Peter Pani.
Të gjithë jemi pak Peter Pan. Aventurat e Tom Sawyerit. Aventurat, oho, më qa marok akoma. Magjistari i Ozit. Super. Ditari i Gregut. Ditari i Gregut, në rregull atëherë. Forca Tea, ku jemi tani me Një fëmijët? duet shumë simpatik do të na shoqërojnë me notat muzikore në këto qaste. Janë dy vajza simpatike, miket pandara të emisionit ton Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, që me zërin e tyre do të këndojnë këngën e tyre të re. Mirpresim Abigailën dhe Rean. Si gjithmonë, Rea Demiraz dhe Abigaila Shaqolli sa herë që kanë një këngë të re shumë të bukur, vinë dhe e promovojnë në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Ato janë zëri ngrohtë i shtëpisë son të bukur. Dhe mbi të gjitha duhet falenderojmë profesor Zhani Llogorin, i cili është mjeshtri i këngëve për fëmijë, i cili ka bërë të mundur këtë duet kaq simpatik. Ne do ta ndjekim dhe në fund vajzave do t'u japim duar trokitje të forta, apo jo? Po. Jemi drita që lind çdo mëngjes, me ëndrat bukra e ngjyra flok. Syt shkëlqejnë me gëzim e shpres, zemra të pastra, plot dashuri. Mos u ndalni, mos u tremni, fuqia jemi ne në zemra tona, fshihet magjia. Le të ecim me guzim, jemi e armja e vendit tënd, e vendit tim. Në çdo fëmijë ka një fuqi, të ndryshojë botën me dashuri. Na dëgjoni kur flasim ne, se fjala jonë ka vlerë. Në çdo fëmijë ka një fuqi, të ndryshojë botën me dashuri. Sërzur më boshe, por e vërtet me nder. Mos u ndalni, mos u tremni, fuqia jemi ne në zemra tona, fshihet magjia. Le të ecim me guzim, jemi e armja e vendit tënd, e vendit tim. Në çdo fëmijë ka një fuqi, të ndryshojë botën me dashuri. Na dëgjoni kur flasim ne, se fjala jonë ka vlerë. Në çdo fëmijë ka një fuqi, të ndryshojë botën me dashuri. Sërzur më boshe, por e vërtet me nder. Do themi mjek, poet e dietar, do ngjisim maja, sy e krenar, një shkollë, një libër, një laps në dorë, shtar ma që sjell dritë në çdo kohë. Në çdo fëmijë ka një fuqi, të ndryshojë botën me dashuri. Sërzur më boshe, por e vërtet me nder. Bravo, ju lumt, shumë bukur. Jemi rikthyer pas duar trokitjeve dhe me zërin e bukur të vajzave, të Reas dhe të Abigailës, por Rea na vjen dhe nga një konkurs në të cilin është vlerësuar me vendin e tretë për një ese shumë të bukur, e cila është organizuar në bibliotekën e qytetit Thimi Mitko. Më trego pak për fitimin e këtij çmimi, çfarë eseje ke bërë ti që ke arritur të marrësh këtë çmim? Si quhesh e eseja? Eseja ishte një libri që titullohej Njeriu që mbill te pemë dhe ishte një libër shumë i bukur që mua më çuditi shumë nga një njeri që sakrifikoi jetën e tij për të bërë një pyll për të kthyer një shkretë të tij në një pyll të gjelbëruar dhe
Me duke shumë e pabesueshme dhe edhe unë dua që ta bëj atë gjë. Oh, sa bukur, shumë mirë, të mbjellin pemë, do të thotë ti krijojmë mushkëria ambientit ku ne jetojmë. Si ishte si eksperiencë për ty, merrje pjesë për herë të parë? Po merra pjesë për herë të parë, kisha shumë emocione, por kur e mora çmimin i hoqa të gjitha. I hoqe të gjitha. U gëzove, Të lumë. Shumë mirë, dhe ne të urojmë që jo vetëm me këtë ese, po dhe me shumë ese të tjera të marrësh pjesë dhe jo vend të tretë, por gjithmonë vende të para, apo jo. Suksese. Po mirë, vajzat, Abi do na tregoj diçka tjetër. Abi, me këtë këngë ku do të përfaqësohemi? Do të përfaqësohemi në vende të ndryshme të botës, nuk e kemi zgjedhur akoma, po? Nuk e kemi zgjedhur, kemi konkurse, domethënë, nuk bëhet fjalë për Korçë, Shqipëri, po jashtë kufive të Shqipërisë, gjet apo jo? Në cilin mund ke dëshirë ta Ah, performosh këngën aspirata, tënde? bravo, ju lumt. Ku ke Në qenë cilin ta vend? performosh këngën? Në Kosovë prapë se ishte një vend i bukur, edhe me gjëra shumë të bukura. Të Po, lumt. shumë bukur. Mirë, atëherë, Tea, forca, ku do të kalojmë tani? Dhe pas performancës shumë të bukur të vajzave që na kënaqën vërtet shumë, do të kalojmë në hapësirën e reklamave. Pas hapësirës së shkurtër publicitare, ne jemi rikthyer përsëri në studio. Kësaj radhe nuk kemi ato lojra që shkruajmë, po meqense janë pak të rritur, ne do të bëjmë një quiz. Jeni dakord apo jo? Po. Është shumë i shkurtër. Po. 6-7 pyetje ka. Kush e di përgjigjen, thjesht ta thot, mos marr lej. Thjesht thojeni, në rregull? Ashtu. Në cilin vit filloi lufta e dytë botërore, në 1939 apo 1945? Shumë bukur, e gjeti. 45 mbaroi 39-a. Po. Bravo. Cili shtet ka popullsinë më të madhe në botë? India apo Kina? Të lumt. Shumë bukur. Cila është kocka më e madhe në trupin e njeriut? Bravo. Të lumt. Kofsha, e bëri kështu, po kofsha Po. quhet. Si quhen ripat e vegjël që vendosen në dorë me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë? Verore, të shumë lumtë. bukur. Cila është lulja që çele para në pranverë? Manushaqa apo Manushaqa. Manushaqa apo agulicia? Është agulicia dhe më pas 2 javësh, pak a Kemi shumë, çel manushaqa, është Cila agulicia. është ngjyra e flamurit ton kombëtar? Edhe zeza. Kuqe të zi, lumt, pra shumë kuqe zi. Sa xhuza kishte bërbarda? 7. Ju lumt, ishit fantastik. Në rregull, Samuel atëherë, Kapimbi. sa fjalë ka pimi? Katër. BI, 5. 5. Edhe pumbi. Edhe pumbi. P-U-M-B-I. Ja, me unë. Po. Në rregull, atëherë, ne do të kalojmë tek pralla, atë prallën që Pimbi besoj se s'ka shans të botë na i lexoj. Ne do ta ndjekim të interpretuar nga Nëna Mona, e ndjekim prallën e radhës, po nga shkrimtari i mirënjohur për fëmijë, Odise Grillo. Mirë se ju gjeta të dashur fëmijë. Jam shumë e lumtur që jam këtu midis jush. Faleminderit për çdo fjalë të bukur që thoni, për prallat që unë tregoj. Ne do vazhdojmë të tregojmë prallat e bukura të Xhaxhi Odise Grillos. Pa e zgjatur shumë, unë do filloj të tregoj prallën që Rosi dërgon letër. Është një prallë shumë e bukur. Dhe ju do më dëgjoni me vëmendje të madhe, se do mësoni shumë prej saj. Një baba kishte 3 djem. I madhi quhej Burim, i dyti quhej Besim, i treti quhej Betim. Ky i fundit i thrisnin ndryshe edhe Qeros. E keni dëgjuar Qerosin, heroin e prallave të bukura popullore. Kur djemt u bën bura e u martuan dhe krijuan folet e tyre të ngrohta, babai që ishte plakur, i kishte ditët e numëruara. I thiri rreth vetes dhe ju tha: Nuk e di sa do t'jetoj. Para se ju të ikni të kërkoni fatin tuaj, unë kam dëshirë t'ju le amanetet. Se kush e di, a do takoj me vallë bashk. S'kam pasuri të madhe për t'u lënë trashëgim, po dhe pa gjëfare nuk jam. Do t'i jap se cilit prej jush nga 100 Napolona flori. I gëzofshi, ju burofshin e t'ju bëhen lumë parat të tuaja. Të 3 djemt e falenderuan dhe i morën në duar
e nisin të shikonin me zili e të përkëdhelnin. Duke i parë dhe duke i përkëdhelur, dy vëllezrit më të mëdhenj thoshin me vete, a si kur ti kisha unë 300 këto florinjt. Qerosi, apo Betimi, mendon të krejt ndryshe prej tyre. Ma dalin dhe më teprojnë. Do punoj me djersën e ballit e do përpiqem të shtoj. Babai vazhdoi t'i këshillonte. Po të punoni e të bëni gjëra të mira në jetë për vete dhe për të tjerët, florinjt do t'ju shtohen, do të bëhen 1.000. Po që them unë 1.000, do t'ju bëhen 10.000, 100.000, mbas edhe 1 milion. Sa t'ju doje bardha zemër mund të fitoni. Prandaj, uroj që t'ju bëhen sa yjet në qiell, sa rera në dete e sa milingona në tokë. Të 3 vëllezrit fërkuan duar nga gëzimi dhe ju duke sikur përpara kishin 100.000 florinj. Babai vazhdoi. Veç keni kujdes, mos floriri ju prish mendjen e zemrën, se përpara vjen mendja e zemra e pastaj pasuria. Kur të kaloj 1 vit, ejani dhe më takoni nëse do jem gjallë. Po të kem vdekur, porosit e mia do t'ja ule me shkrim. Ai që do të ketë punuar mire me nder e të ketë bërë gjëra me vlerë, do të marrë nga mua dhe një diamant që kushton 1 milion florinj. Djemt hapën syt dhe s'po e merrnin vesh. Ndërsa Qerozi mendonte ndryshe. Ploti kam këto që më dhuroi babai. Do t'i shtoj me mund, me nder e me djers. S'më duhet diamanti babait, po jeta e tij. Prandaj do t'i lutem Zotit në qiell që t'i shtoj ditët, që ta gëzoj edhe gurin e çmuar që ka. E ç'vlen diamanti përpara babait që na ka bërë kokën. Pas pleqërit gjatë e të bardhë. Të nesërmen, të 3 vëllezrit morën rrugën e kurbetit. Kur u mbush viti, 2 vëllezrit më të mëdhenj vrapuan dhe shkuan te babai i tyre. Po për çudi, babai ishte shumë mirë me shëndet. Zoti i kishte dëgjuar lutjet e Qerosit dhe ja kishte shtuar ditët. Vrapuan të parët që mund të fitonin diamantin, me të cilin mund të mbushnin 100 qypa me florinj. Po, betimi babait ku është? Pyeti plaku. Ka 1 vit që nuk e kemi parë o baba. U përgjigjen ata. Po pse kështu o bitë e mi? E pas keni haruar për së gjalli. Pse kështu braktiset vllai? Aq më tepër që ai është më i vogël se ju dhe ka nevojë për përkujdesjen tuaj. Nese, më thoni ç'keni bërë këto 365 ditë? Unë, nisi i mesmi, kam punuar, po nuk shtova dot asnjë flori. 100 kisha e 100 kam, po ama kam bërë një të mirë. Kam shpëtuar një fëmijë që po mbytej. Të lumt, i tha babai, ke nderuar veten, më ke nderuar dhe mua. Po, me që s'ke shtuar asnjë flori, nuk të takon diamanti. Besimi uli kokën dhe diçka ju thye në zemër. Pastaj e mori fjalën djali i madh, Burimi. Baba, unë kam ndërtuar një urë me gjysmën e florinjve që më fale. Kam lidhur 2 qytete me njëri tjetrin. I ndante një lum i madh. Florinjt jam përpjekur t'i shtoj, po nuk kam arritur gjë. Të lumtë që ke ndërtuar e ke ndihmuar njerëzit. Se kështu, ke nderuar veten, më ke nderuar dhe mua, i tha Jati.
Po, me që ke ndërtuar vetëm një urë dhe nuk e shtuar florintë, nuk të takon diamanti. Burimi uli kokën si vllai. Ndërkaq, në derë u dëgjua një trokitje. Tak, 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 tak. Hyrë, tha babai. Në derë nuk u duk qerosi, por koka e postierit të fshatit. Ua, ke një letër nga djali vogël Betimi, dhe avuri babait në dorë. Pasi e qirasën dhe e falenderuan, postieri u largua. Tani ma lexoni letrën o bi, se nuk shoh mirë. Letrën e hapi dhe e lexoi Burimi. I dashur dhe i shtrenjtë baba, të dashur e të shtrenjtë vëllezër. Do të më falni që nuk vi sot, si pas porosisë që na leti baba, po ashtu më ngjau. Kam një punë që do më sjell shumë fitime. Mund të marr një diamant që mund të kushtoj 1 miliard florin, po nuk mund ta lej këtë punë që kam nisur në mes. Au, thanë të vëllezërit dhe po shikonin të habitur. Kam punuar shumë, kam fituar shumë, kam ndihmuar shumë, kam bërë shumë vepra bamirësie, sa nuk tregohen dot. Jam i pasur dhe i lumtur. Kam nderuar baban, veten dhe juve vëllezër të dashur. Babai le ta mbaj për vete diamantin që e ka, dhe me të kaloj një pleqëri të bardhë. Ju uroj e ju përqafoj me mall. Betimi. Të tre shtangën. Ky e meriton dhe diamantin tim, tha babai. Po ai nuk e do se ka gjetur një punë shumë më të shtrenjtë. Na jep neve, than me një gojë Burimi e Besimi. Po ku ta gjej diamantin? I ndërpreu i jati. Atë diamant që pata e ka gjetur Betimi. Esni dhe ju në rrugën e tij dhe keni për të fituar me siguri jo një diamant, po shumë diamante. Dhe të gjithë diamantët do të kenë të shkruar brenda djersë dhe punë. Shpresoj që paralla t'ju ketë pëlqyer dhe ju të keni nxjerr mesazhin e dur. Me punë, me djersë, mund të fitohet gjithçka. Mos prisni kurrë nga të tjerët. Punoni, punoni dhe vetëm punoni. Mirupafshim të dashur fëmijë. Mirupafshim të shtunën tjetër. E shoqëroj me një duar trokitje prallën e nëna Monës, e cila si gjithmonë zgjedh prallat më të bukura dhe të veçanta. Edhe një herë unë dua të falenderoj të gjithë fëmijët, të cilët ishin sot pranishëm. Faleminderit që ishit sot. Ju pëlqeu pralla? Faleminderit mësuesa Fabiola, e cila solli klasën e saj, dhe unë e ripërsëris për të gjitha ju mësuese, të cilat doni të cilën klasën tuaj në emision, mjafton të kontaktoni në numrin e telefonit 069 31 71 676, ose të shkruani në inboxin e RTS Korçës dhe ne do t'ju kthejmë përgjigje me një herë për të rezervuar datën e caktuar për emisionin e fëmijëve ku mundet të sillni klasën tuaj. Por e për të gjithë ju nëna apo gjyshe të cilët doni të sillni fëmijët apo niprit dhe mbesat tuaja, RTS Korça i ka gjithmonë dyert e hapura për të gjithë fëmijët, jo vetëm të qytetit të Korçës, por të gjithë qarkut. Faleminderit Tea. Faleminderit Pimbi Pumbi. Dhe po flinin ata të dy. Sigur që po flinin zuri gjumi ata të dy. Po, vajti ora 18 më duket se janë në gjumë ata. Dhe dua të falenderoj si gjithmonë butik Natalia e Ailin Ana që bën të mundur veshjen time. Pranvera ka ardhur, ndaj dyqani ka super oferta, vetëm tek Bulevard Republika. Edhe një herë themi mirupafshim nga studioja jon. Mirupafshim.